Me trajnerin e Vllaznisë kampione Nikolin Leka që duket se do të jetë përsëri kampione e Shqipërisë sapo u kualifikuan në finale duke eliminuar Apollonin. Urime për sot. Faleminderit. E vështirë për ballë Apollonisë sepse shifrat flasin për vështirësi. Shiko, na kishim përbën një ndër ekipet më të mirë në Shqipëri, ishte Fieri, ashtu si neshin e parë, edhe këtë neshje ata përballon e mirë ekipin në Vllaznisë, megjithëse na tregu me vlerat tona, kishim shumë raste me shënu si në Fier, po edhe në Shkodër, ju e pat vetë neshjen, i kishim na gjithçka në dorë, por futbolli ka këta, edhe mund të gabosh, pson, por gjithçka ishin në kontrollin ton. Unë jam i kënaqur me veprimet e vajzave në fushë, me lëvizjet që bane, me markimet kundërshtarit në luftë për topin e parë, pra në përgjithësi jam i kënaqur për vajzat. Por kemi vazhdon prep ai defekti jon që te pjesa finalizimit jena duke vuajtur shumë, sepse kërkojmë shumë raste dhe shënojmë shumë pa gola. Dhe kjo na penalizon në rezultat. Kurse për sa i përket lojës, na dominuam me lojën, megjithëse thash kishim përballë ekipin e Firit, që është ekipi ndër ekipet më të mira në Shqipëri. Të dielën finalen ndaj Partizanit. E sigurt Vllaznia deri titullit 12? Shiko, Gjergji, objektivi jon që në fillim të kampionat, që në fillim, sa ka filluar kampionati, në fillim sezonit, është fitimi i titullit kampion. Dhe na për këtë punë punojmë dhe normalisht shkojmë për fitimin e titullit kampion. Na do të lëmë fushë lojës, por pa diskutim që Vllaznia do të luftojnë 100% për titullin kampion prap Shkodër. Vllaznia është potente, kjo është dëshmi e qartë e lojës tuaj dhe e potentës në fushën e ballafaqimit me ekipet kundërshtare, por duhet ta pranojmë që ky sezon nuk ka folur tërësisht për një Vllaznia absolute. Kemi parasysh humbjen në shtëpi me Gramshin, barazimin 1-1 në gjysmëfinale në Fier me Apollonin, por edhe sot në dizavantazh fillimi i takimit dhe me vështirësi u mbyll takimi 3-2. Një pyetje që ja bëjmë zotit Matia, janë furtuar ekipet rivale apo ka ndoshta ndonjë rënje të Vllaznisë? Shiko, që janë forcu disa ekipe si Qafiri, Partizani, Gramshi janë forcu, normalisht dhe ne na shërben, kampionati shqiptar i shërben forcimi i ekipeve tjera. Por të thash më përpara, na prodhojmë lojë shumë, por finalizimin jemi duke pas shumë të dobët. Kështu që për këtu të çalojmë dhe për këtë të pjesa finalizimit atje futin ekipe tjera, sepse normalisht edhe na do gabojmë, se vajza janë, gabojnë dhe në vend si më mbyll loja 3-4-0, shkon loja rezultati 1-0 deri në fund, një gabim i portierës në Fier ose në neshin për 10 minuta me Gramshin to realizoi Gramshi 2 gola, pra që kishim mundësi me mbyll lojën shumë më përpara. Por janë këta gabimet në finalizim që kena na dhe normalisht që kur humbet shumë raste rritet ekipi kundërshtar. Titulli 12 kampion për futbollin femra vjen në Shkodër përsëri nga Vllaznia? E thash më përpara, objektivi jon mallor është fitimi i titullit kampion dhe për këtë punë duke punuar dhe për këtë punë shkojmë të dilen ku ta vendos Federata ndeshjen.